We are gathered here today to celebrate the World Day on Safety and Health at Work. Jemi mbledhur sot për të festuar ditën e sigurisë dhe shëndetit në punë. Sweden has been supporting labor rights around the world for a very long time. Suedia ka qenë mbështetëse e drejtave të punëtorëve që një kohë të gjatë në gjithë botën. While the number of casualties in Kosovo has decreased in 2024, each life lost is a solemn reminder of the work still needed. Edhe pse numri I të vdekurve në vendin e punës në Kosovë ka zbritur në vitin e kaluar, çdo jetë e humbur është një përkujtim që jeta vlen. So this mural behind me Kështu që ky murali prapa meje is not only a tribute, but it also calls for action for employers, institutions, and society to strengthen the workplace protection. Ky mural prapa meje nuk është vetëm një tribut, por është edhe po ashtu një rikujtim për institucionet, për punëdhënësit, për punëtorët që shëndeti në punë është prioritet. Public art is a powerful medium to raise awareness and cultivate empathy. Arti publik është një pjesë domethënë esenciale për të rritur empatinë. This mural in the public space demands sustained attention to workplace safety. Ky mural në një vend publik, can you just repeat the last one? Sorry. Sustained attention to workplace safety. Është pjesë domethënë për me I bë vëmendje sa më të madhe sigurisë dhe shëndetit në punë. We hope that this mural stands as a reminder, a symbol and promise that Kosovo continues moving towards a safer and fairer working environment for all. Ne shpresojmë që ky mural të jetë domethënë një kujtim për gjithë Kosovën që të punojnë drejt të drejtave të barabarta për të gjithë. Faleminderit shumë. Sot jemi mbledhur këtu për me përkujtu dhe nderu 7 punëtorë që kanë humbur jetën gjatë vitit të kaluar, cilët e kanë humbur jetën në punë, por nuk jemi këtu vetëm dëshmitar të dhimbjes, por po ashtu jemi edhe për të ngritur zërin. Murali 7 të rënët e zbulojmë si një akt kujtese dhe revolte për shkak se 7 punëtorë që kanë humbur jetën këtë vitin e kaluar në vendin e punës do duhet ndiheshin të sigurt. Dhe kjo nuk është vetëm statistik, por janë 7 jetë të humbura dhe të ndërprera në gjysmë. Në emër të Fondacionit Fridi Ebert, bëjmë thirrje që ky mural të jetë një kujtesë e përhershme dhe e përditshme se siguria në punë nuk është luks, por është një e drejtë themelore. Punëtorët nuk do të rrezikojnë për të siguruar jetën dhe bukën e gojës. Ne si FES reafirmojmë përkushtimin tonë për të mbështetur politika që garantojnë një punë të sigurt dhe të drejta për çdo punëtor. Ne si fondacion jemi angazhuar dhe do të vazhdojmë të angazhohemi për politika më afirmuese, për punëtor më të sigurt dhe për të drejta më të avancuara për gjithë punëtorët. Kjo vepër artistike është në shenjë kujtimit të gjithë punëtorëve që kanë humbur jetën në vitin e kaluar që I përmendi edhe Egzoni janë 7 prej 505 aksidenteve që kanë ndodhur gjithsej. Edhe këtë vit gjendja është po ashtu shqetësuese. I kemi dikun afër 90 aksidente në vendin e punës ku 3 punëtorë kanë humbur jetën, domethënë vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti. Ne bëjmë thirrje institucioneve publike, gjithë punëdhënësve, gjithë angazhuarve të kenë dialog social sa më konstruktiv. Se cili punëtor, se cili nga ne që jemi në një vend pune, puna duhet të jetë e dinjiteshme për secilin dhe jo një vend ku rrezikohet jeta e tij, mirëqenia e tij edhe gjithë familjarët tyne. Ju falenderoj edhe për pjesëmarrjen.